Të dashur shqiptar, jam në TikTok live dhe tani po bëj pikërisht regjistrimin e filmit Çfarë është homerizmi? Homerizmi është paganizmi, të dashur shqiptar. Në gjuhën latine pagan do thot fshatar, do të thënë njëri që beson tek zotat pagane. Mori kuptim të keq gjatë fesë kristiane, por në periudhën e lashtësisë, kjo është feja e ilirëve. Homerizmi është feja e Iliadës, feja e Ilionit, dhe unë këtë zbulim e kam bërë rastësisht kur pash që origjina e emrit Homeros nuk ka kuptimin njëri i verbër, por ka kuptimin i një njeriu që është i lidhur me ty verbërisht, siç janë të lidhur shqiptarët me Sali Serbin. I kanë dhënë besën një serbi shqiptarët pa dashje, sepse janë Drilon, Penest, Dibran. Dhe u bëj thirrje gjithë Dibranëve që të heqin dorë nga Sali Serbi, i lindur në Vuçidol, që do thot lugina ujkut në serbisht, sepse nuk i jepet besa ujkut serb të dashur Penest. Tani unë dua t'ju çleroj nga Penesteia, që është vargon ose zinxhir i grekërve që kanë qenë në Dibër dhe na kanë dhënë emrin neve Penest. Pra, origjina e fjalës Homeros është Helene, ka kuptimin njëri që të ndjek verbërisht, i lidhur me ty, dhe harmonia është harmonia e elementeve të Iliadës dhe të Odiseas, që ishin Bibla e Homerëve ose Bibla e paganizmit. Ky libër, Iliada, është shfrytzuar për qëllime fetare. Pra, do ta shikoni se si po e bëjmë këtë regjistrim të filmit, po e nxjerr në TikTok, me mijëra njerëz po e shikojnë dhe më lindi ideja gjatë regjistrimit të filmit se çfarë është paganizmi. Pra, emri paganizëm ka lindur shumë vonë në perandorinë romake, në shekullin e 3 të erës sonë, kur vendos kristianizmi. Por ky emër në gjuhën ilire është quajtur homerizmi. Nga Homeroi ishin rapsodët ilir që këndonin në dialektin epik të folur në Iliri, që është dialekt grek, të dashur shqiptar, dhe të gjitha mbishkrimet e gjetura në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në bodrumet e saj janë mbishkrime të dialekteve greke që u shkrinë bashkë dhe krijuan dialektin epik. Ta shikojmë. Dhe ja ku jemi live në TikTok, siç e shikoni pra, unë po bëja regjistrimin e filmit për Harmonion dhe Homerin dhe vura re që kam të njëjtën origjinë me kuptimin e fjalës krijoj harmoni. Emri Homerit është harmonia e elementeve të Iliadës dhe harmonia është pikërisht mbledhja bashkë e të gjitha elementeve të botës antike helene në Iliri. Pra, harmonia është mamaja e Ilirit, ose themeluesit e Ilionit. Ky është teksti që kam vënë poshtë filmit në TikTok, dhe siç e shikoni pra, këtu them çfarë është helenizmi dhe homerizmi. Kjo është feja e ilirëve që ne quajmë paganizëm dhe është origjina e fesë kristiane. Përpara se sa të ishte kristianizmi, njerëzit besonin tek homerizmi. Rapsodët që këndonin këto këngë fetare quheshin Homer, të njëjtët rapsodë janë vërejtur tek arianët e Indis dhe tek arianët në Persi. Përdonin pra këngë fetare. Nuk janë këngë argëtimi, por ishin rituale fetare të dashur shqiptar. Pra ky është homerizmi, është feja pagane. Është feja e ilirëve. Prandaj zotat ilire janë identike me zotat helene. Tani, në qoftë se ne përdorim Jezu Krishtin, kjo ne nuk na bën ne semit, e kuptoni apo jo? Në të njëjtën mënyrë, në qoftë se ne përdorim zota helene, kjo ne nuk na bën grek. Por të gjitha mbishkrimet, të gjitha zotat janë helene, të gjitha qytetet ilire janë helene dhe janë më të vjetrat qytetet e Europës të dashur shqiptar. Qytetet ilire, por janë greke. Janë koloni të fiseve helene. Pra ky është filmi që sapo kam përgatitur në TikTok. Tani filmat e njerit të
shquar të demokracisë, të herojit të demokracisë si unë, nuk i shikon të njëri, madje dhe familja ime nuk i shikonte dhe nuk i shikon akoma dhe sot e kësaj dite. Filmat e mi janë përhapur nga turbo albanët në TikTok. Ati kanë marrë një shpërthim të jashtëzakonshëm dhe sot do të shikojmë një nga këta pirat që kanë ngritur pasuri me filmat e mi. Shet elemente në TikTok, por janë filmat e mi, janë elemente filozofike të filmave të mi dhe ai është bërë pronari i tyre me pa të drejtë dhe u bëi thirrje të gjithë mediave shqiptarëve që ta ngrejnë këtë problem, sepse shumë e turpshme kjo që ka ndodhur që mua të më vjedhin njerëzit më të ullët, më ordiner në botë. Prandaj në bërë të famshëm filmat e mi nga këta pirat filmash që i kanë përhapur këta filma në TikTok dhe kjo është arsye që unë hapa konto në TikTok. Fatkeqësisht në YouTube njerëzit nuk i shikojnë filmat e mi. Kjo që ka ndodhur është shumë e tmerrshme, filmat e mi janë bërë të famshëm kur pikërisht hajdutët në TikTok menduan të pasurohen me filmat e mi dhe thjesht i kanë vjedhur nga YouTube-i dhe ju kanë vënë titra. Shikoni që kanë me mira shikime filmat e mi, shikoni me kujdes. Kjo që ka ndodhur është e llahtarshme, shikoni sa mira shikime që kanë. Dhe këta hajdut pra janë pasuruar me filmat e mi, me qindra mira shikime, shikoni. Ndërkohë që filmat e mi nuk i shikon fisi im, njerëzit e mi më të dashur, familja ime nuk duan të shikojnë sepse nuk duan të mësojnë të vërtetën që në Iliri qytetet e para kanë qenë greke dhe të gjitha mbishkrimet në Iliri janë në greqisht dhe në latinisht. Ky film, që është përkthimi i pllakës Dardanosit, ka arritur tani 350.000 shikime dhe po rritet akoma më shumë. Unë i kam shkruar TikTokut disa herë, por TikToku i përkrah këta hajdut. Përse do thoni ju? Po ta shikoni me kujdes, ky hajdut merr filmat e mi dhe përdor një program të TikTokut që quhet CapCut. Ky program është shumë i mirë, kushton shumë pak dhe mund ta tërheqësh një film nga YouTube-i, ti vësh titrat e programit CapCut dhe kjo quhet metodë krijuese e TikTokut. Pra TikToku vjedh filmat e YouTube-it. Në YouTube filmat e mi nuk i shikon njëri, absolutisht fare, vetëm studentët e mi nga një herë për të më bërë qefin. Dhe këto mira shikime janë shikime që kanë marrë turbo albanët dhe janë pasuruar me filmat e mi. Ata kanë bërë këtë për të më dëmtuar mua, por nga ana tjetër, që kanë bërë, idetë e mia janë përhapur kudo. Pra shqiptarët, kudo në botë nuk e dinë që unë jam krijuesi i këtyre filmave, TikToku përkrah pikërisht piratët dhe hajdutët që përdorin programin e TikTokut CapCut. Mjafton të marrësh një film nga YouTube-i, ti vësh titrat poshtë, siç e shikoni ai ka vjedhur dhe filma të tjerë nga YouTube-i, por nuk ka patur sukses. Suksesin e ka patur me filmat e mi, mbi 2 milion shikime ai ka me filmat e mi të dashur shqiptar, ka deri tani 90.000 ndjekës, me 150.000 pëlqime. Ndërkohë që filmat e mi në TikTok do t'i shikojmë, nuk i shikon gjithashtu njëri. Ndoshta TikToku nuk do pikërisht krijuesit origjinal, nuk do që t'ju paguaj atyre. Edhe ati nuk është se i paguan TikToku, por ai fiton nga reklamat e firmave shqiptare që mendojnë që ai është krijuesi i këtyre filmave. Dhe u bëj thirrje të gjitha firmave shqiptare, biznesmenëve shqiptar, që të mos mashtrohen nga turboalbanët, që janë të gjithë hajdut. Tani kjo është kontoja ime në TikTok dhe nuk dje se si të shpëtoja nga këta turboalban, i shkruaj TikTokut, madje e kam vënë në përshkrimin e faqes time që filmat tanë janë vjedhur kryesisht
nga Ervis Malaj, banor në Gjermani, nga Kosova, por TikToku nuk reagon. Siç e shikoni, filmat e mi nuk i shikojnë shumë njerëz. Kanë shumë pak shikime, një lloj si në YouTube. Atëherë, TikToku nuk favorizon krijuesit e vërtet, por favorizon pikërisht piratët shqiptar, turbo-albanët. Siç e shikoni, nuk i shikon njëri filmat e mi, absolutisht fare, por janë shikuar tek këta hajdut, këta mashtrues, që u thonë që jeni pellazg. Pra ky është një krim madhështor që kam bërë, krejt rastësisht, kam zbuluar që emri paganizëm ka lindur shumë vonë, mbas shekullit të 3 herës son, si emër përbuzës, por emri origjinal ka qenë homerizmi, dhe homeroi ishin priftërinj, këndonin, rapsod, gjithashtu këto ishin këngë fetare, dhe kanë dalë për herë të parë poemat e Homerit gjatë lojrave olimpike, të cilët u organizuan për të zhdukur konfliktin midis qytet-shteteve greke, për t'i unifikuar ato. Dhe perëndia më e rëndësishme është perëndia e harmonisë, që është perëndi greke dhe është perëndi ilire. Pra, ilirizmi dhe homerizmi është adhurimi i perëndive greke, është besim fetar. E pabesueshme, askush nuk e dinte këtë gjë në botë, dhe Homer do të thotë të ndjekësh në mënyrë të verbër rrugën e zotave. Nuk ka lidhje fare me njeriun e verbër të Homerit. E shikoni sa madhështor që jam? Ju falenderit për vëmendjen dhe ju lutem ndiqni filmat tanë dhe përpiquni të bindni ndjekësit e këtyre mashtruesve që është gabim të vjedhësh filmat e demonstratave të dhjetorit të studentit që u ngrit kundër komunizmit dhe ju vidhni filmat e vi, a nuk është turp i madh i botës? Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.